weekend dhe problemi i ujit pijes nuk zgjidhet me këta njerëz sepse nëse thot se konvendosën në planin e buxhetit për 4 vjet, duhet me këshyrë për 20 vjet që ka qeveri shkyrë. Ka zgjedhë se ka zgjedhë, çështë është me besu që pe zgjedhë ka shpejt. 20 vjet ka nejtë ato, i ka gjenë. Zoti Hyseni në drejtim të komunës? Po s'më rëndësi se ky tash po më atakon edhe mua. Ashtu shkuptoj subjekti i tina politik. Subjekti i tina politik. 20 vite ka qeveri. Nuk e ka zgjedhë asnjë problem. Tash po thotë unë zgjedh. Kjo është pak hipokrizi, po. Unë mendoj që qytetari i komunës së Podujevës është interesuar di se çfarë ofron Shpejtim Bulliçi, çfarë ofron Ekrem Hysieni. Po s'po ofrojnë zgjidhje këta, veç po kritikojnë te. Asnjë zgjidhje deri që tash për qytetarin se dhan. Kallzoni çella ke zgjidhje. Po pse se ka ofruar ujë deri tash? Po se ka ofruar ujë deri tash? Po ofroni zgjidhje, kallzoni qytetarët çka keni me bë. Unë po kallzoj çka kam me bë. Ju kallzoni çka keni me bë. Kush ja u ka bua studim, sa ka kushtuar studim, kush është pjesë që atij studimi kallzoni qytetarë jo mu. Qytetarëve duhet me bin qytetarët me fosë. Jo me fosë, ju nuk keni ofertë. Po thot, unë vetëm kritikoj vetëm pak Bulliçi. Prit ta dëgjojmë ta bashkëbisedojmë me njëri tjetrin se jemi në debat. Po s'kan hezbe këta se s'kan as ide për këto janë seriozisht. S'kan. Po kush ka bërë për 100 milion naira atje e thet s'koj ide. Ky froza po çet. Po çka po thoni për froza? Ka zonë qytetarë çka keni me bë. Qytetarët po e presin sonte me rregull çish keni me zgjedh problemin. Zoti Hyseni, çu ja ka rregulluar ti që në Zoti Feta. Kallzoni ju obracion po jap solucion çka më i bëj. Unë e pe di çka më i më bëj. Ju kallzoni çka keni me po kur gjë unë mendova se ka vazhduar. Edhe po vjen shumë keq, po vjen shumë keq që ka vazhduar në këtë shtëpi. Zoti Bulliçi. Po ulet niveli i debatit, flasim për projekte vëlla. Nëse kanë projekte, nëse s'ka. Kjo është barazim, mos e kesh përdorur në këtë moment. Jemi ngop me fjalë thota frazeologji. Vetëm pak. Vetëm ja bëj një rekomandim që të kthehet ta shikoj debatin edhe herë nga fillimi se unë me shifra fola edhe me plan konkret 500.000 euro. Po problemi është që janë shifra të vogla për këto ky vështirë pak më parë. Edhe problemi tjetër është, domthon, kjo është ideja. Se numrat e mëdha janë, po projektet janë të vogla. S'ka rëndësi në projekte. Kushtrim, çka bëhet me 500.000 euro të kallzoj qytetarët? Çka bëhet me 500.000 euro valla? Kallzoj qytetarët, çka bëhet? Çka kanë me euro po çka kanë me 500.000 euro? Ku i merr ato 500.000 euro? Tregoj qytetarë, ku i merr 500.000 euro me qitë? Ku i merr? Unë e kuptoj që dikush s'më është mirë me kallzu qytetarë, ku i merr me 500.000 euro? 500.000 është goxha shumë, shifër e madhe. Po ku më marr ato? Ku më marr? Problemi është që me 500.000 euro investohet në 2 rezervuar me nga 10.000 metër kub. Ku merren ato 500.000 euro? Po problemi është, unë e kuptoj, ndoshta edhe i kthejnë çata që i kanë marrë të kaluar. Po ku janë çato 500.000 euro vëlla? Problemi është se po thot 500.000 të komunës. Ku merren? 250 Po nuk mundet me financuar. Po shko drejt me linjë buxhetore ish për këtë punë. Domethënë ky është as ligjin që është vërtet që s'ka drejt me punë, sa janë nxjerrë ligjin që shko linjë buxhetore ish ky. Vetëm pak mos bëjmë kakofoni. Gjene buxhetin analizoni kështu na ki linjë buxhetore për ushqim. Shke. Sepse është kompetencë e kërru Prishtinës. Kur janë 250 milion edhe folet ku i gjenë 500.000, domethënë veç në këtë debatet. More tregoni ju qytetarëve, ku i merrni? Kush ja vapa? Unë po ju kallzoj. Qytetari i kujt është? Unë po ju kallzoj. Qytetari i komunës, cili është interesi i tij primar? Është interesi i qytetarit. Po ku i sigura fondet? Po atë pjesë e këtij vendi qytetari. A ka domosdoshmëri me pas ujë? Po, e ka do... Cilat janë vija buxhetore? Ne kemi një problem se këtu shpeshherë institucionet lokale... Kjo pyetje u bë për 20 vite shtrohet. Po e fejtojnë një absolutisht në kombinat të ndryshme. Varet mënyrën se si e shef qytetarin, e shef dorës para, dorës dytë. Cilën e vlerëson? Qytetari i Kosovës është pjesë e këtij vendi. Dhe nëse s'ka ujë, edhe qeveria ka përgjegjësi, dhe do të më pas një kryetar që i shef nevojat elementare të njerëzve dhe jo nevojat elementare të veta. Zoti Feta, po nisi me juve arsim apo patë të kundërpërgjigje. Vetëm pak që shkojmë tema të veçanta. Po shkojmë tema të veçanta se në